o vllaznin islam. Me njerë po filloj, e kom një hadis pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kom pregadit me thamë, por të dini Allahu Gjeleshanu thotë në Kur'an, thotë që innamal mu'minuna ikhwa. Që do me thonë sura Huxhirat, ajeti nëmër 10, faqja 550 në gjuhën bosnjake, është që besimtarët janë vllazër, mu'minat janë vllazër. Pra nuk thonë që shqiptarët mes vetë janë vllazër, ose bosnjakët ose arabët, por mu'minat janë vllazër. Zera aty në konsiderim asë gjyra, asë gjuha, asë kurgjë, ata janë vllazër. Pra ai që besimtari mirë, ai don besimtarin pa më parasysh çfarë gjuhë flet, do të thënë janë vllazër. Ne ta kuptojmë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thot o rotë e Zotit, tini vllazër. Pra tini vllazër, betni si vllazër, se rotë e Zotit. Edhe në vend tjetër thot asnjëri prej jush s'ka me kënd besimtar i vërtet, derisa mos dashuroj vllau sti muslimanin, pra atë që dëshiron vetes. Vllazën po vjen pas nesër i keni zgjedhjet. E dini sa hadhe probleme kem pas. Veç luks kem bon se tonë atjerat janë kanë, por elhamdulillah kanë kaluar. Tash besoj që shumica e xhamat unë do të shkoj, nuk ta përgjegjësi më për ju. Ju kom jo munosa kom uj bile edhe më shumë se për familjet vet, bile kom putë familjes si kom lënë veç ju se juve që muslimanët ju të mbet si vllazën. Edhe këtu, edhe atje dhe kudo që jetojnë. Xhamia është e mirë. As se morën boshaq xhamia që thoshin propagandë përpara politike, as se morën shqiptar. Xhamia mbeti së bashku. Edhe lejohet të mbet gjithmonë së bashku. Aty ku është blesë bashku, se s'ka smushme i da dhe këtu falën ata dhe këtu ata. Për ata ju lus, kontriboni për të mirë. Kuptoni edhe këtu dhe atje. Me një fjalë mundesh me rregullua punë, me një fjalë mundesh me bën fitnes, me një fjalë mundesh me ngatrua. Kem nevojë për bashkim, edhe këtu, edhe atje dhe kudo që jetojnë. Allahu Gjeleshanu inshallah na ndihmon. Mirë po e kam lexuar një hadis Muhammed sallallahu alaihi wasallam që transmeton në reviju, do të them më shpejt. Nga Abu Huraira transmetoi se ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam: mos ja keni zili njëri tjetrit, mos mashtroni njëri tjetrin, mos urrejni njëri tjetrin, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit, mos ja prishni shitblerën njëri tjetrit. Behuni robt Allahut dhe vllazër mes jush. Muslimani është vllai muslimanit, nuk i ban pa drejtësi, nuk e lën në balt, nuk e gënjen dhe nuk e nënçmon. Dhe boshmëria është këtu pra, dhe tregoj me dorë drejt gjoksit 3 herë. Mjafton si e keqe për njeriu që ta nënçmoj vllaun e tij musliman. Çdo gjë e muslimanit është e shenjtë për muslimanin tjetër. Pra gjaku i tij, pasuria e tij dhe nderi i tij. Vllazën munoni kudo që jetoni. Me kallëzuar vetën si musliman i mirë, edhe me kujshi. Dje ishte thënë e re, pra ishte e pranoi Islamin se ka kujshit e mirë. Ata kujshit e mirë me sjellje të mira. E kanë bind që ka kanë të mirë, tha, ma shumë të ata na ndihmojnë, ma shumë shoqërojnë me ta, edhe me fëmia jonë me ta thot, kush ke probleme, edhe në fund vjen e i pranon. Pra me sjellje të mira i ndihmon edhe tjetër kuj. Me sjellje të këqija, mirë se i bën keq vetit, i bën edhe tjetër kuj me sjellje të këqija. Allahu na ndihmoft neve dhe krejt umetit prej mashrikut e maghribit ya rabbel alamin. Ela inna hasna kalam blegan nidam